Me bluzën e bardhë veshur me ëndra për kushtim dhe humanizëm, studentët e degës së infermierisë po japin një shembull frymëzues qytetarie përmes angazhimit të tyre si vullnetar në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Prej 5 vitesh tashmë, fal bashkëpunimit mes alternativës studentore dhe këtij institucioni shëndetësor, 10 të rinj kanë pasur mundësinë të jenë pranë pacientëve, të mësojnë nga mjekët dhe infermierët profesionistë dhe të formohen jo vetëm si specialistë të ardhshëm, por edhe si qytetar me ndjenjë të fortë përgjegjësie sociale. Qenurit vullnetar është një nismë, adin që është marrë, që e ka marrë vetë, adin në përvojën teme, edhe na nevojitet shumë edhe për vite në vazhdim, për me fitu eksperiencë shumë edhe në lidhje me pacientat edhe lidhje me infermierin. Jam student infermierisë viti 2. Në eksperiencën kena mësu dhënien e terapisë, administrimin e medikamenteve, për çfarë shërbejnë, patologji që kanë smundjet e zemrës. Ky lloj zhvillimi që bën studentat, marrja e aftësive tyre është për 5 vitesh në qytetin e Shkodrës, bashkëpunim me Spitalin Rajonal të Shkodrës, sepse ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi. Ajo që ne duam bëjmë si organizat është që ne të riformatojmë përsëri pjesën e marrëveshjes së bashkëpunimit me universitetin, që këta studentë që bëjnë këtë lloj vullnetarizmi në këtë spital shëndetësor të njihet si pikë kredite. Çdo ditë në pavionet e Spitalit të Shkodrës, studentët kontribuojnë me përkushtim, duke sjellë energji pozitive dhe duke qenë një mbështetje për pacientët dhe stafin mjekësor.